Afrim Gashi, kryetari parlament, unë nuk e konsideroj shqiptar ata, valla. Unë nuk e konsideroj shqiptar. Afrim Gashin dhe kryetarin e Alternativës, Bilal Kasumi, nuk i konsideroj shqiptar është. Ka ardhur koha ju atje në Kosovë, kur t'i pranoni, mi pranu si Macedon. Vota po kërkojnë për gazën. Po pse si bojnë spotet me ilahijet Adem Ramadani? Pse si bojnë spotet me Allah me Saljar? Ka ardhur koha Shqipnia, këto edhe kena me botë mundshme, vetë Shqipnia dhe Tirana zyrtare me reagu, mos mu këtë shpërdor simbolit e shtetit shqiptar. Po ç'lidhje kanë shqiptarët me një qendër islamike aty në Zvicër, që jam në emrin, që rekruton njerëz krejtësisht anti-frymës shqiptare. Afrim Gashin e kemi kryetar të parlamentit. To dolën lipin votat në emër të Gazës, Palestinës, i mashtrojnë fukarat e shkrejt. Pse unë jam politikan shqiptar këto. Afrim Gashi, kryetari i parlamentit, unë nuk e konsideroj shqiptar ata, valla. Unë nuk e konsideroj shqiptar. Afrim Gashin dhe kryetarin e Alternativës, Bilal Kasumi, nuk i konsideroj shqiptar është. Ka ardhur koha ju atje në Kosovë, kur t'i pranoni, mi pranu si Macedon. Fes turkut që vinë në Kosovë, jo si shqiptar. Vota po kërkojnë për gazën. Po jo marë ato kanë ardhur, atë kanë, Apasjevi është një politikan slavisht folës dhe ka bë kërkesën me njoftë Maqedonia shtetin e Palestinës. Edhe unë si shqiptar, si shtetas i Britanisë, jam që të njihet shteti i Palestinës, two-state solution. Te e kupton? Po. Ky që i thirr, që i mashtron fukarat e shkret e mam fjok e mat letrën e Apasjevit dhe nuk e njohin votin kundër. Të shqiptarët me marrë vota. Edhe këtu vi ai argumenti. Duket situatë me rit, këtu vi. Pikëlluese. Po pse si bojnë spotet me ilahijet Adem Ramadani? Pse si bojnë spotet me Allah me Saljar? Ka ardhur koha Shqipnia, këto edhe kena me botë mundshme, vetë Shqipnia dhe Tirana zyrtare me reagu, mos mu këtë shpërdor simbolit e shtetit shqiptar. Po ç'lidhje kanë shqiptarët me një qendër islamike aty në Zvicër, që jam në emrin, që rekruton njerëz krejtësisht anti-frymës shqiptare. Këto kanë dështuar institucionet tona, po tash jemi të forcu, janë të forcu institucionet tona, shtetet tona, se ndonjëherë është Kosova,